Shoqata humanitare Bereqeti, e cila vepron në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës, vazhdon të mbështesë familjet skamnore. Kjo shoqat ka shpërndar artikuj ushqimor dhe veshmbathje për rreth 50 familje skamnore në fshatrat Kishnic, Shashkovc e Hajvali. Në mesin e rreth 50 familjeve në varfritë të skajshme janë edhe familje Dibrani dhe Berisha nga Kishnica dhe Shashkovci. Ju bojnë pak, se vëllë smimet e narta, në përnë më rritë sa duhet. Sa të minë edhe smut, për të përshën edhe vetë, se në kosë ka vaj me marë dhime të në për e mjesë dhe për shurë, dhe për kolegëve se janë, në klasë të omranë, edhe që janë njartë. Në në social që apë një të në gjallë qështë. Dhe sa për një mojnë të ndihma? Dhe në një mojnë. Gjeladin Fazliu nga shoqata Bereqeti thot se çdo herë janë afër këtyre familjeve në nevojë dhe jo vetëm gjatë festave dhe muajit të Ramazanit. Ideja është na të vizitojmë familjet të varfëra dhe ta kultivojmë një traditë që është e lashtë, që na të shkojmë të i varfë kurse si e kundërta të ndo, dhe kështu na po veprojmë sot që sa do pak ta bëjmë një lloj vetëdijimi të qytetarëve, të njerëzit të cilët ju ka dhonë Zoti pasuri që ata ti shkojnë dhe të vizitojnë njerëzit që kanë nevojë. Kjo shoqat ndahon ndihmë edhe për shumë familje të tjera në nevojë.